Shkoi njëri ke profeti, në kohën profet alayhis salam. Profeti mrekullinë e shpjegimit islam, vjen ai dhe as nuk kërkoi leje, as nuk e la profetin më i thonë që të marrote ligjëratë, dha u shkatrova i dërguar i Zotit. E profeti, si tham, në Ramazan shkëlqete totalisht. Edhe ndaloi bisedën. Se kur thot tjetri u shkatrova ka ndodhur diçka, ju do i shtëpia i vdiq dikush, çka ka që është shkatruar. Në Ramazan nuk shkatrohesh, ndërtohesh. Në Ramazan nuk shkatrohesh, ndërtohesh. Në Ramazan nga ignoranca del në dituri, nga vesi shkon virtyt, nga shejtani shkon keramaz, si mund shkatrohesh? Tha u shkatrova në Ramazan i dërguar i Zotit. Ishte ditë akoma dhe ndaloi bisedën. Se profeti jepte prioritete çështjeve sipas rëndësisë që kishin. Tha pse u shkatrove filan? Tha sepse u afrova me bashkëshorten time. Pra, njipen dhe dobësit. E kështë morë pasionin ndaj bashkëshortes, edhe ishte afru ndaj saj. Dhe mbeti profeti. Tanim, është tjetër gjë përpara se të bëhet gabimi, dhe tjetër recet ka në Islam mbasi bëhet gabimi. Shkoi njëri ke Imam Malik dhe i tha, a lejohet me vra? Edhe e pa kështu. Kur i tha dhe i dha ajetin që kush vret sikur ka vrarë gjithë botën. Shifë sa i menqër. Erdi i tjetër po në atë mezhlis që ishte, tha, a i që vret, ose a i që donë me vra, ose ja tha paka shumë, tha, a i qoftë se pendohet, atë Allahu e pranon prapë. Pyetjet ishin afërsisht njësoj, përgjigjet ishin ndryshme fare. Dhe i thanë, o dietar i madh, si shpjegohet afërsisht e njëjta pyetje? Tha, ky i pari do të më vrah dhe unë i dhash ajetin që zvritet, ky i tjetri mund të ketë ekzekutuar njëri. Këtij i jepet shansi që të pendohet se edhe ky e pranon i madhi Zot se ja i tjetri vrau 100 dhe më në fund e pranoi Zoti mbas rrethanave që ishte. Dhe profeti alayhis salam e njihte këtë se e kishte mësuar i madhi Zot këtë person që i erdhi i tha, a e ke bërë po? Atëherë tha, si e shkatru, ka shpëtim. A e bën këtë vepër si kompensim? Tha jo. A e bën këtë vepër tjetër si kompensim, pra që të kompensohet gjinavi që ke bë? Tha jo. I tha, a u shqen ka ishtë varfër si që është regulli? Tha u jam i varfër veti dërguar i Zotit. E në thotë i shkatrum, edhe asgjë s'do të më bë. Mirë, tha profeti, u luktu se ti si e shkatru. Shkoj dhe gjeti një sasi të madhe hurmash. Sa ajo është 60 vetë duhet me ju shqy. Edhe ja solli. Tha filan, ja ku i ke, a i hapi syt. Tha meri dhe dil tani në Medine u shqet varfrit. Tha jo i dërguar i Zotit, s'ka në Medine më të varfër se unë, i do të për vete. La ilaha illallah. Profeti ishte në Ramazan. Ti qa bon, unë pash me ty, a gjerushë me kom burin, po zdurohet më gjithë ditë me nerva. Jo vlad bega tofti madhi zëm, lidhe vetë. Tani gjithë njerëz jemi. Agjeron po, o bon e vrik shumë. Agjeron po sikur s'ka agjeru, po i soj është vilani, thojnë. S'ke lidhje me, s'ka mund qofse e bëj këtë. S'kemi asnjë një lidhje me Ramazanin. S'ka në vrik në Ramazan. S'ka fjalë keq në Ramazan. S'ka të pa moralshëm në Ramazan. Në Ramazan ka njëri fisnik. Në Ramazan ka njëri të moralshëm. Në Ramazan ka njëri që buzqesh. Në Ramazan ka njëri të mëshirshëm. Në Ramazan është njëri bujar ai që agjeron dhe që është musliman. Në Ramazan shkëlqen muslimani dhe muslimania. Në Ramazan s'ka nerv, ka qetësi, ka modesti, ka finesë, ka bukuri, ka lirësi, ka emocion, ka shpirt, ka mendje, ka vizion, ka kuptim. Ky është Ramazan. E profeti alayhis salam i tha shpërndajat varfë, tha unë jam më i varfër i du për vete. Ai tha profeti alayhis salam transmetoi, qeshi Ramazan, mos prish qef me njerëz, e kishte bëj gjinaf të madh. Gjinaf shumë të madh. Kishte në vletësuar Ramazan, ishte afru ke bashortja, kishte vendos pasionin përpara të madhit Zot. Në Ramazan s'ka mërzitje, s'ka urrëtie, s'ka ofendim, s'ka fyrje. Thonë ka qesh profeti, subhanallah, musliman se janë si profeti, përfundum këtu ku jemi ne sot. Të dërguam thot mëshirë për gjithë botën. Kurse ne s'mëshirojmë njëri tjetrin. Dela ja djem Manchester, çunak 23 vjeç, Zoti e di kush e manipuloi. Shpëtoi njerëzimin se ishte koncert atje. Tu udh bomba, ku diun ç'bon. Zoti e di kush ishte. Ta shikosh çilimin në pamje. Zoti e din kush e manipuloi. Po të rrezikshëm janë ato që e kanë manipuluar, ja i vet sa i ska eksperiencë nga jeta, i bën viktim kurdo. Para Ramazanit. Lëviz të thojnë, pash me një gazetë, lëviz edhe thot Allahu Ekber në rrugë duke, ai është out.
Lëvizte në rrugën e thotë, fliste fjalë, thotë arabisht shu, ka i. S'ka lidhje me këtë që po flasim ne. Kur ti je në rrugë ti je i vëmendshëm. Kur ti je në rrugë kesh dal pasë, kur ti je në rrugë ti je vesh mirë, kur ti je në rrugë shikosh mirë njerëzit mos të ofendosh ndonjërin se ai të flet dhe ndoshta ti si flet. Kur ti je në rrugë ti je i buzëqesh, ti je në rrugë mos jesh i nevrik, mos të trembësh tjerët. Apo si shqiptarët që janë bërë europian, marrin qenin në vete, smerrun fëmijët edhe gratë. Këtë e bën ti. Jo, po folte ca fjalë arabisht çu si, është out. Ka i. S'ka lidhje me këtë islam që flasim ne. Me islamin real, me mjaltin e Kuranit, me bukurinë dhe me perlat e këtij islami. Dhe profeti alayhis salam qeshçi. Çoja tha familjes tate. Është Ramazan. Mos e harro kurr, edhe unë vetë që i flas për Zotin, i flas më radh parë për veten time. Mos harro kurr që është muaj Ramazani. Mos harro kurr që duhet bëhemi më të mirë. Mos harro kurr të begatofti madhi Zot që s'mund të jemi ato që e fillum dhe ato që e mbyllëm. Men qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tha kush man Ramazan, siç i ka hije me mbajt këtë Ramazan të madh, duke besu thellë, kështu dhe imanan wa ihtisaban. Tha gjëja parë me iman të madh që sunduesi gjithësisë i qofshim fal. Mund të na kishte marrë këtë vit. Këtë vit që kaloi mund të kishim vdek. Mund të na kishte smur keq. Mund të ishim duke u dërgjur nëpër spitale. Mund të ishim ke shpirtra në botën tjetër. E i madhi Zot na lan majm dhe udhbe. Dhe dëgjojmë fjalët të gjithë fuqishmit i qofshim fal. Men qama Ramadan, kush në Ramazan i jep hakun siç e meriton me iman të thellë duke e pas në shpirt që i madhi Zot thot do të më fal, ja fal gjithë gjinave të jetës. Ti e ke në shpirt që do më përsosi i madhi Zot, ca vese që i kam do t'i heq në Ramazan, ti heq i madhi Zot, në Ramazan do t'i shtoj disa virtyte, ti shton i madhi Zot. Në Ramazan i kam merak riskun dhe të shtohet pasuria ime, do t'a shtoj i madhi Zot. Në Ramazan duhet që prindër si kam musliman do mi boj i madhi Zot, do t'i boj i madhi Zot musliman. Në Ramazan unë do lutem për gjitha problemet e kësaj bote dhe mirësitë e botës tjetër, do t'i japi i madhi Zot.